Temperaturat e larta, ekspozimi në diell si dhe frekuentimi i pishinave e plazheve gjatë periudhës së verës janë shoqëruar me një numër të lartë infeksionesh te fëmijët. Në urgjencën pediatrike, në këtë periudhë rastet që predominojnë janë rastet me infeksione gastrointestinale, kryesisht virale, por edhe bakteriale. Duke qenë se është një periudhë që fëmijët frekuentojnë pishinat, detin dhe ekspozimin në diell, në urgjencë paraqiten edhe raste me infeksione urinare, me infeksione të lëkurës dhe me infeksione të veshit. Gjithashtu nuk kanë munguar edhe rastet me pickimet nga insektet dhe rastet kur fëmijët vinë me intoksikacione alimentare, siç ne i njohim me lëmimet ushqimore. Mjekja pediatre Anisa Potka rendi disa nga simptomat më të zakonshme, ndërsa këshillon prindrit të tregojnë kujdes të shtuar si dhe të konsultohen me mjekun e familjes. Shoqërohen me shenja të dehidrimit, me të vjella, me diare, me temperaturë të lartë, me dhimbje barku, shpeshherë me dhimbje koke, por edhe me përgjumje, të cilat është shumë e rëndësishme të trajtohen në urgjencë dhe të marrin mjekimin e duhur. Duke qenë se në urgjencën pediatrike kemi një rritje të numrit të rasteve që paraqiten, do këshilloja prindrit që fillimisht të paraqiten tek mjeku i familjes ku të marrin shërbimin parësor. Nëse rasti rëndohet dhe ka nevojë për trajtim të mëtejshëm dhe të specializuar, unë do rekomandoja që të paraqiten në urgjencë dhe të marrin trajtimin e duhur. Gjithashtu nuk kanë munguar rastet e pickimeve nga insektet apo dhe rastet e helmimeve nga ushqimet.